Horoskopi 21 shkurt, një ditë e mbushur me ndryshime, zbulime dhe emocione të thella. 21 shkurti vjen me një energji të veçantë qiellore që prek thellë zemrën dhe mendjen. Me diellin në shenjën e Pisces, intuita forcohet, ndjeshmëria rritet dhe shumë prej nesh do ta ndjejnë nevojën për të reflektuar mbi ndjenjat, marrëdhëniet dhe qëllimet personale. Kjo është një ditë që flet më shumë me shpirtin se sa me logjikën. Hëna në një pozicion të favorshëm krijon një atmosferë emocionale të thellë. Është momenti ideal për të dëgjuar zërin e brendshëm, për të analizuar situata që kanë mbetur pezull dhe për të marrë vendime që mund të kenë ndikim afatgjat. Disa shenja do të ndjejnë një shtys për të bërë hapa të guximshëm, ndërsa të tjera do të zgjedhin qetësinë dhe reflektimin. Kjo ditë sjell energji të fortë për marrëdhënie. Mund të ketë rikthime nga e kaluara, mesazhe të papritura apo biseda që ndryshojnë drejtimin e një lidhjeje. Ata që janë në një marrëdhënie do të ndjejnë nevojën për më shumë afërsi emocionale, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim që zgjon ndjenja të thella. Qielli favorizon sinqeritetin dhe komunikimin e hapur. Në aspektin profesional, 21 shkurti kërkon kujdes me vendimet impulsive. Është një ditë e mirë për planifikim, për të rishikuar objektivat dhe për të menduar strategjikisht. Mund të shfaqen mundësi të reja, por ato kërkojnë analizë të qetë. Besimi tek intuita do të jetë arma më e fortë për të dalluar rrugën e duhur. Financat kërkojnë disiplinë, ndërsa energjia emocionale është e lartë. Ekziston rreziku i shpenzimeve të nxituara. Është momenti për të menduar për stabilitetin afatgjat dhe për të shmangur rreziqet e panevojshme. Kujdesi sot mund të sjellë siguri nesër. Nga ana shëndetësore, dita favorizon relaksimin dhe kujdesin për mirëqenie mendore. Meditimi, ecja në natyrë apo një bisede sinqert me dikë të afërt mund të bëjë mrekulli. Energjia e Pisces nxit lidhje me botën shpirtërore dhe ndihmon në çlirimin e stresit. Në përgjithësi, 21 shkurti është një ditë ku emocionet janë në qendër të gjithçkaje. Është koha për të dëgjuar zemrën, për të falur, për të kuptuar dhe për të hapur një kapitull të ri me më shumë qartësi dhe ndjeshmëri. Qielli sot nuk premton thjesht ngjarje. Ai fton për transformim të brendshëm. Aries. Dashuria, sot ndiheni më emocional se zakonisht. Një bisede sinqert mund të sqarojë një keqkuptim të vjetër. Puna, kujdes me vendimet e nxituara. Merrni kohë për të analizuar çdo detaj. Financat, shmangni shpenzimet impulsive. Këshilla, dëgjoni intuitën. Taurus. Dashuria, stabiliteti është fjala kyçe. Partneri kërkon më shumë vëmendje. Puna, një mundësi e re mund të trokas papritur. Financat, ditë e favorshme për planifikim afatgjat. Këshilla, mos kini frikë nga ndryshimi. Gemini. Dashuria, komunikimi është çelësi. Flisni hapur për ndjenjat. Puna, mund të merrni një lajm që ndryshon planet tuaja. Financat, kujdes me marrëveshjet e reja. Këshilla, mos u shpërqendroni nga qëllimet. Dashuria, emocione të thella sot. Një surprizë romantike është e mundur. Puna, fokusohuni në detajet që të tjerët ja anashkalojnë. Financat, stabilitet i moderuar. Këshilla, kujdesuni për veten. Leo. Dashuria, energjia juaj tërheq vëmendje. Një njohje e re është e mundur. Puna, merrni iniciativë, dita ju favorizon. Financat, shpenzime për kënaqësi personale. Këshilla, mos e teproni me krenarin. Virgo. Dashuria, nevojë për qartësi emocionale. Puna, organizimi ju sjell sukses. Financat, kujdes me dokumentet financiare. Këshilla, mos u bëni shumë kritik me veten. Libra. Dashuria, harmonia rikthehet pas një tensioni të vogël. Puna, bashkëpunimet janë të favorshme. Financat, situate qëndrueshme. Këshilla, mbani ekuilibrin në çdo vendim. Skorpio. Dashuria, pasione të forta. Mos lejoni xhelozin të dominojë. Puna, një sekret mund të zbulohet. Financat, kujdes me investimet e rrezikshme. Këshilla, kontrolloni emocionet. Sagittarius. Dashuria, një aventurë e re mund të nisë papritur. Puna, ide kreative sjellin vlerësim. Financat, mundësi për përfitime shtesë. Këshilla, ndiqni optimizmin tuaj. Dashuria, nevojë për siguri emocionale. Puna, përkushtimi juaj shpërblehet. Financat, stabilitet i mirë. Këshilla, mos e lini punën të dominojë jetën personale. Aquarius. Dashuria, një mesazh i papritur mund t'ju surprizojë. Puna,
ide inovative marrin mbështetje. Financat, kujdes me shpenzimet online. Këshilla, besoni në origjinalitetin tuaj. Dashuria, ndjeshmëria juaj rritet, sot është ditë romantike. Puna, intuita ju udhëheq drejt vendimeve të duhura. Financat, mos merrni vendime të nxituara. Këshilla, dëgjoni zemrën, por ruani ekuilibrin. Nëse dëshironi, mund ta zgjeroj secilën shenjë me parashikim më të detajuar për dashurinë, punën dhe financat. Horoskopi 21 shkurt, parashikimi i detajuar për të 12 shenjat. Aries. Dashuria. Sot mund të ndiheni të ndarë mes arsyes dhe pasionit. Nëse jeni në një lidhje, shmangni reagimet impulsive. Një bisede qetë do të sjellë qartësi. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush misterios. Puna, energjia juaj është e lartë, por duhet fokus. Mos merrni vendime pa analizuar pasojat. Financat, kujdes me shpenzimet spontane. Shëndeti, aktiviteti fizik do t'ju ndihmojë të shkarkoni tensionin. Taurus. Dashuria, kërkoni stabilitet dhe siguri. Partneri pret më shumë për kushtim emocional. Puna, një projekt i ri kërkon durim, por do të jap fryte. Financat, ditë e mirë për kursime dhe planifikim. Shëndeti, kujdes me ushqimin, shmangni teprimet. Gemini. Dashuria, komunikimi është arma juaj më e fortë. Flisni hapur për ndjenjat. Puna, një ofertë ose lajm i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Financat, kujdes me dokumentet dhe kontratat. Shëndeti, pushoni më shumë, lodhja mendore është e pranishme. Dashuria, ndjenjat janë të thella sot. Mund të rikthehet dikush nga e kaluara. Puna, përqendrohuni në detaje, suksesi fshihet aty. Financat, shpenzime familjare të papritura. Shëndeti, kujdesuni për gjumin. Leo. Dashuria, karizma juaj shkëlqen. Një flirt mund të kthehet në diçka më serioze. Puna, merrni iniciativë, shefat vërejnë përpjekjet tuaja. Financat, shpenzime për kënaqësi personale. Shëndeti, energjia është e mirë, por shmangni stresin. Virgo. Dashuria, kërkoni siguri dhe qartësi. Mos analizoni çdo detaj të vogël. Puna, organizimi ju ndihmon të arrini rezultate konkrete. Financat, kontrolloni shpenzimet e përditshme. Shëndeti, kujdes me stresin nervor. Libra. Dashuria, harmonia rikthehet në marrëdhënie. Një darkë romantike është ideale. Puna, bashkëpunimet sjellin sukses. Financat, situate qëndrueshme. Shëndeti, kujdesuni për ekuilibrin emocional. Skorpio. Dashuria, pasioni fort. Shmangni konfliktet nga xhelozia. Puna, një sekret zbulohet në favorin tuaj. Financat, kujdes me investimet e rrezikshme. Shëndeti, energjia emocionale është e lartë, relaksohuni. Sagittarius. Dashuria, një aventurë e re ju pret. Mos keni frikë të hapni zemrën. Puna, ide kreative sjellin përfitime. Financat, mundësi për të ardhura shtesë. Shëndeti, aktiviteti në natyrë ju bën mirë. Dashuria, kërkoni stabilitet dhe seriozitet. Puna, përkushtimi juaj vlerësohet nga eprorët. Financat, ditë e favorshme për kursime. Shëndeti, mos e teproni me punën. Aquarius. Dashuria, një mesazh i papritur mund të rikthejë emocione. Puna, idetë inovative marrin mbështetje. Financat, kujdes me shpenzimet online. Shëndeti, kërkoni më shumë pushim. Dashuria, ndjeshmëri e thellë dhe romantizëm. Mund të merrni një deklaratë të papritur. Puna, intuita ju udhëzon drejt suksesit. Financat, mos merrni vendime të nxituara. Shëndeti, meditimi ose qetësia shpirtërore ju ndihmon shumë.